Një ngjarje e rëndë ka tronditur një spital në Shtetet e Bashkuara, ku një person humbi jetën dhe një tjetër u plagos pas një sulmi me armë zjarri. Ngjarja ndodhi në spitalin Christiana Care në Wilmington, Delaware, ku policia u alarmua pas raportimeve për të shtëna brenda objektit. Shefi i policisë së Wilmingtonit, Wilfredo Campos, konfirmoi se efektivët gjetën 2 persona të plagosur nga armët e zjarrit. Njëri prej tyre ndërroi jetë si pasojë e plagëve, ndërsa gjendja e personit tjetër nuk është bërë publike. Autoritetet thanë se autori i dyshuar mbetet në arrati dhe ekipet hetimore po punojnë për identifikimin dhe lokalizimin e tij. Pas sulmit, spitali u vendos përkohësisht në izolim, ndërsa forcat e sigurisë kontrolluan të gjithë ndërtesën për të siguruar se nuk kishte më rrezik për pacientët, mjekët dhe punonjësit. Më pas, bllokimi u hoq dhe policia nisi të largohej gradualisht nga zona, ndërsa hetimi vijon. Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë për të kuptuar se si personi i dyshuar arriti të largohej nga ndërtesa pas të shtënave. Në një konferencë për mediat, autoritetet lokale shprehen ngushëllime për familjet e viktimave dhe falenderuan stafin e spitalit dhe ekipet e emergjencës për reagimin e shpejtë. Kryebashkiaku i Wilmingtonit dhe guvernatori i Delaware kanë ofruar mbështetje për komunitetin dhe punonjësit e spitalit, ndërsa policia apelon për çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e autorit. Hetimi mbetet aktiv dhe autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.